Disa mësime nga surja Qadr. Nga surja Qadr mësojmë. Mësimi i parë. Vlera e natës së Qadrit. Surja Qadr tregon madhështinë e kësaj nate, ku adhurimi në të është më i vlefshëm se adhurimi në 1000 muaj, duke nxitur muslimanin ta shfrytëzojë atë me adhurim dhe bindje ndaj Allahut të madhëruar. Mësimi i dytë, shpallja e Kuranit të Shenjtë. Surja Qadr tregon se Kurani u shpall në natën e Qadrit, duke theksuar kështu rëndësinë e tij në jetën e muslimanit. Mësimi i tretë, zbritja e engjëve me mirësi dhe mëshirë. Surja Qadr përshkruan zbritjen e engjëve në këtë natë, duke treguar se ajo është e mbushur me bekime dhe paqe. Mësimi i katërt, përkushtimin e adhurimit. Kur muslimani kupton vlerën e kësaj nate, ai përpiqet të shtojë adhurimin, lutjet dhe përmendjen e Allahut, duke kërkuar kënaqësinë dhe faljen e tij. Mësimi i pestë, paqja dhe qetësia. Nata e Qadrit përshkruhet si një natë paqësore, duke treguar se ajo është e lirë nga e keqja dhe e mbushur me qetësi dhe paqe. Mësimi i gjashtë, rëndësia e lutjes dhe e kërkimit të faljes. Në këtë natë, shpërblimet shumëfishohen dhe lutjet pranohen, prandaj muslimani duhet të shtojë lutjet, kërkesën për falje dhe të kërkojë mëshirën e Allahut. Mësimi i shtatë, fshehja e kohës së saj për një qëllim hyjnor. Data e saktë e natës së Qadrit nuk është e përcaktuar, dhe kjo është një urtësi nga Allahu që nxit muslimanin të përpiqet në adhurim gjatë 10 netëve të fundit të muajit të Ramazanit, veçanërisht netëve teke. Këto mësime e bëjnë muslimanin më të vetëdijshëm për vlerën e kësaj nate të bekuar dhe e nxisin atë të afrohet më shumë me Allahun përmes adhurimeve. Allahu na i pranoft adhurimet dhe agjërimin, inshallah.